Pozicioni i Maqedonisë po bëhet i afirmuar. Ky është komenti i parë nga një funksionar qeveritar pas shtyrjes së votimit për raportin për përparimin e Maqedonisë në Parlamentin Evropian. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski në një intervistë theksoi se kurdo që të miratohet raporti është hap historik që e vërteta për vendin po del në institucionet evropiane. Македонците не се случајни, не се случајно тука, не се вештачки создадени, не се насадени на Балканот, туку имаат долга многовековна традиција која што на сите ни е позната. Одредени други сакаат да ја негираат и да речат дека тоа не е така, но како и секоја друга вистина и оваа излезе. Сега дали извештајот ќе се усвои оваа, нели за 2 недели на крајот на денот не менува ништо. U parashikua që në tekst raportuesi Thomas Weiss të theksonte identitetin dhe gjuhën e veçantë maqedonase, por kjo hasi në kritik të ashpër nga eurodeputetët bullgar dhe debati u shtypën më datë 24 të këtij muaji. Kryeministri bullgar Rosen Zhelazkov u shpreh kënaqur me qëndrimin unanim të bullgarëve në Parlamentin Evropian dhe sipas tij, nëse raporti për Maqedoninë nuk miratohet fare, kjo nuk do të jetë precedent. Zhelazkov shtoi se çështja e raportit në BE nuk duhet të shndrohet në çështje dypalqe. Декларацијата на Българското народно събрание е много ясен индикатор за това каква е позицията на Република България по отношение на проекта доклада. В този смисъл ние ще се придържаме към тази позиция и го правим с необходимите средства, без да превръщаме този въпрос в двустранен. Sipas kryeministrit bullgar, qëndrimi për eurointegrimin e Maqedonisë është i qartë dhe është përfshirë në kornizën negociuese të propozuar nga Franca. Ndryshe me deklaratën e kuvendit bullgar, autoritetet në Sofje nuk lejohen të heqin dorë nga ajo që tashmë është rënë dakord dhe janë të obliguar të kërkojnë mekanizma që parandalojnë anashkalimin e kushteve.